Me rastin e festës Ringjallja e Krishtit, Pashkët, Njësia për Siguri në Komunikacionin Rrugor pranë SPB Shkup do të vendosë regjim të veçantë të trafikut në rrugë të caktuara në zonën qendrore të qytetit të Shkupit, si dhe në komunat Gjergje Petrov dhe Aerodrom. Siç njofton MPB, sot në periudhën prej orës 18 deri në përfundim të liturgjisë kishtare në qendër të qytetit të Shkupit, gjithsesi rrugët përreth katedrales do të jenë të mbyllura për qarkullim sipas nevojës. Bulevardi Aradhat Partizane nga udhkryqi me bulevardin Franklin Roosevelt tek udhkryqi me bulevardin VMRO, bulevardi Shën Klementi Ohrit nga udhkryqi me bulevardin Ilinden deri te udhkryqi me rrugën Dimitrije Çupovski, rruga Metropolit Teodosi Gologanov, nga udhkryqi me rrugën 9 Maj deri te rrethrotullimi me rrugën Shën Kirili dhe Metodi. Autobusët që kalojnë mbi urën Goce Delçev do të ndryshojnë rrugën sipas nevojës, duke lëvizur përgjatë bulevardit Ilinden dhe përmes bulevardit Franklin Roosevelt deri në bulevardin Aradhat Partizane, ndërsa autobusët që kalojnë në qendër të qytetit do të lëvizin përgjatë Metropolit Teodosi Gologanov dhe përmes bulevardit Franklin Roosevelt deri te bulevardi Aradhat Partizane dhe në drejtim të kundërt autobusët do të përdorin të njëjtën rrugë. Në komunën e Gjergje Petrovit, nëse është e nevojshme, do të mbyllet për qarkullim rruga Makedonska Vojska para kishës Shën Pjetri dhe Pali nga udhkryqi me bulevardin Aradhat Partizane deri në rrugën Gjergje Petrov. Në komunën e Aerodromit, rruga lokale për në fshatin Lisiqe do të mbyllet për qarkullim nëse është e nevojshme. Rrugët e tjera të trafikut që gravitojnë rreth objekteve fetare gjithashtu do të mbyllen për qarkullim nëse është e nevojshme. Ministria e Brendshme apelon qytetarët që të respektojnë urdhrat e nënpunësve të policisë, thuhet në njoftimin e MPB-s.